I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i drejtorit të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike OSHE, njësia Shkodër Andi Hallunaj. Përmes një deklarate e përmendjet, ai hedh poshtë pretendimet e së djathtës. Nisur nga një deklaratë për shtypje një force politike, jo si replik në këtë subjekt, por si detyrim për transparencë me qytetarët në përgjegjësinë tonë të plot, sqarojmë si më poshtë. Qyteti i Shkodrës, nga ora 20 e datës 31/12/2014 dhe në vijim, është furnizuar rregullisht dhe pa ndërprerje me energji elektrike. Problematik ka patur në stacioni Shkodra 1, e cila është riparuar nga brigada avarisë dhe nuk ka patur asnjë ndërprerje energjie. Komuna Gurizi, me datën 31/12/2014, pas orës 20 e gjithë komuna ka qenë furnizuar me energji elektrike pa ndërprerje, pavarësisht kushteve të vështira të motit. Komuna Bërdic nuk ka patur ndërprerje energjie për asnjë moment në të gjithë zonën. Komuna Gomsiqe ka patur ndërprerje të energjisë pasi furnizohet nga linja e Pukës, e cila për defekt të kushteve atmosferike ka patur ndërprerje të energjisë, e ndërsa dhe në këto momente vazhdon puna për riparimin e avarisë. Komuna Postri, për arsye të defektit të stacionit dhe linjës, është furnizuar pa ndërprerje që nga ora 21 e datës 31/12 dhe në vazhdim. Zona e Komanit dhe komuna e Temalit, për arsye të rreshjeve të dëborës dhe ngricave, ka patur ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të caktuara, por nga grupet e punës së OSHE-s vazhdon puna për eliminimin e tyre pavarësisht kushteve të vështira të motit. Komuna Bushat, me datën 31/12 ka patur ndërprerje, por pas orës 20 e gjithë zona ka marrë energji elektrike pa ndërprerje. Komuna Ana e Malit dhe Velipoj ka patur ndërprerje të energjisë elektrike pas orës 23 për shkak të defektit të linjës 35 kV, defekti i cili është riparuar me datën 1/1/2015 në mëngjes nga grupet avarisë dhe të mirëmbajtjes. Ashtu siç edhe gjatë ditës 31/12/2014 dhe në këto ditë të para të vitit 2015, grupet e avarisë së OSHE-s vazhdojnë të jenë në gatishmëri për riparimin në kohë të defekteve. Momentalisht në qytetin e Shkodrës nuk ka asnjë avari apo defekt, ndërsa në zonat malore vazhdojnë intensivisht punimet për riparimin e defekteve. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike njësia Shkodër garanton të gjithë qytetarët se janë bërë, po bëhen dhe do të vazhdojnë të bëhen të gjitha përpjekjet për të garantuar furnizimin me energji elektrike, jo vetëm gjatë ditëve festive, por dhe gjatë gjithë vitit. Sjellim në vëmendje se problemet me energjinë elektrike janë të trashëguara në vite dhe janë pasojë direkte e mungesës së investimeve në sistemin e shpërndarjes.